profesor që rreth 35% janë shqiptar. Po të marrësh parasysh gjithë ata shqiptar të transformuar, siç e tha zoti Guri, është një shifër gjigante që janë shqiptar ata, sepse janë shqiptar të transformuar me dhunë, siç ka ndodhur në manastir, që janë përzën, janë ndjek dyqanet, janë vrar, janë prerë, dhe ata që kanë ngel janë detyruar të ndrojnë identitetin e vetë, të ndrojnë nacionalitetin pra kombësinë e vetë. Tani ata mund të kenë kurant të thonë, o vlla, po prito, se unë jam shqiptar. Qa e Zaevi? Si tha dhe Zaevi. Zaevi, a tha jam shqiptar? E tha jam shqiptar. Ka raste për shembull që kanë pranuar me vonesë çështjen e qenit shqiptar, po ato që përmendi kolegu i gazetar për çështjen e një rajoni i cili është jashtëzakonisht i diskriminuar, madje kjo shihet edhe në mbiemrat, ato i kanë islamoski, në fakt ato janë islami, ose Ademi, janë Ademoski, pjesa e Prelepit, manastirit, që është një pjesë shumë keq, lanë shumë keq, edhe prej pakujdesis politike, po mbase këtu do të shtoja edhe atë ndikimin që do ta ketë Shqipëria për atë qytet të alfabetit. Ajo godin që është në manastir, në Bitollin e Maqedonëve, është për gjuna. Përderisa Shqipëria ka konzulatat jashtëzakonisht moderne, nuk ka një kujdes minimal që të vit ta ndërtoj dhe ta marrë në mprerin e saj, ta menaxhoj komplet atë shtëpi ku ka lind alfabeti. Një sugjerim interesant. Nuk kemi kujdese edhe për kësaj lloj situate si për mendimin tim. Sa keni atje, profesor, sa ke pa qenë në manastir, në atë ndërtes? Sa ke kohë që s'ke qenë? Po në? Ke kohë që nuk e qenë atje në manastir? Në atë ndërtes? Keni kohë që ke qenë apo s'ke qenë këto 2 vjet e fundit? Kam qenë, madje vizitoj shpesh. Ne kemi edhe student që vinë nga manastiri dhe janë student jashtëzakonisht mirë dhe të përgatitur, po ajo shtëpi alfabetit është jashtëzakonisht keq në aspektin arkitektural, është e rënuar, nuk ka një kujdes, nuk ka buxhet, nuk trajtohet. Ajo duhet ta ketë vlerën një ambasade të mirëfillt të Shqipërisë në Maqedoni. Është ambasada më e madhe se sa ambasadat reale që po i kemi në fund ndërtesash. Po vetëm që ajo godin 2 vjet përpara në akademia jonë ka kontribuar me 2000 libra që i quam Doras, vetë ne. I kemi quar Doras dhe ajo ndërtes në muaj shtator, kur ne kemi vajtur, e gjetëm ashtu që thoni ju, të rënuar, nësa 2 muaj më pas, më duket ka ndihmuar shumë politika shqiptare, zoti Ali Ahmeti dhe tjerë, që 2 muaj më pas ajo ishte bërë një ndërtesë e rangut, e pastruar, moderne, e mirë, e ndriquar, me rafte librash, me muzeun për katës, pra 2 muaj më vonë, diku 1 vit ose 2 vjet që sot, ndoshta 1 vit e gjysmë, ajo është rehabilituar tërësisht. Ka ndryrë dhe zoti Ali Ahmeti, ja majmën të skem, por edhe ne ndryrim si akademi që ajo të merrte pozicionin e dur, si që thoni ju, dhe e ka marrë. Dhe ne kemi quar 2000 libra. Unë dhe zoti Pingli dhe zoti Balej kemi quar 2000 libra nga Shqipëria atje. Bravo. Kjo është manastiri. Asnjë nuk është e mjaftueshme për një institucion siç është shtëpia e alfabetit. Ta merr atë formën e dur, respektin e dur, nuk do të vizitohet vetëm për çështjen e datave të rëndësishme, po duhet të jetë një referencë e jashtëzakonshme ashtu siç bëjnë shtetet e civilizuara që kujdesen për institucionet e veta, pavarësisht nëse ato shtrihen edhe në Brazil, kanë kujdesin për t'i ruajtur, për t'i vizituar, për t'i shndruar në kujtesë. Atëre, zoti Alin, kemi disa figura. Zoti Alin, ri aty që mund të shohësh. O zoti Kela regjizor, a mund të thirrësh 2-3 figura për pjesën e diskutimit që kemi me profesor Alindin në Shkup, Maqedoni? Zoti Kela. Regjizor i dashur. Ri aty edhe 2 minuta, edhe e mbyllim, po duke parë disa figurat përbashkëta. Po. Urdhoni, kjo është ylli me 16 rrezë, poplit, Thesprotia, ja po nuk e di mase të pengoj, ja poplit, Thesprotia, Oresti, Desaretët, Penestët, Mirdit, Kaonia, Himara deri poshtë në Bregdet, Linkesët në Pogadec, Parthinët, Berat Elbasan, Durrës, Parthinët, të parët, Dardani, Kosovë, Mollosi,
nga Leskoviku deri në Janin, Malet, Molos, Maloku, eliminoti popull në përmet Albanët, Pajonia, tek Juve, Paonët, Atintani, Enkelej, Taulandi dhe Iliria. Pra 16 popull përbëjnë 16 rezet e flamërit sot Maqedonës. Urdhë pa me tjetër rizor i nëruar? Po ka më shqip se kjo, o profesori i dashur, Aleksandri i thot Diogenit, qa ndime do nga mua, qa do t'i të bëjmë për ty. Edhe i thot shqip, a po shkon të shoh, a po shkon ti shon. Më shqip, kjo është bërë nga anglisja. është bërë nga studiusit angles. Po a shqipe, ajo, fjalla që ka ngellur, si atërë 330 para Krishtit, si sot, është e njëra fjallë. Do i kështë ta më lërë të shof djelin dhe, që ne kështë mësuar në për gjimnaze, më lërë të shof djelin. Mos më zërë djelin. Edhe këta në thonë greqisht e vjetë. Adi, ku është greqishtja këto profesor? Ku është greqishtja? A po shkon ti shon. A më hap atë të shof djelin edhe të shof ndryqimin? Po gjë që ilustron dhe vetë ajo skulptura, që po ja bën me dora, ja po shkon. Eksakt. Këtu është përsëri kryeministri, i cili thotë, këto i kam gjetur në bibliotekat në Suedi, thotë ai. Ministrin e Maqedonisë. Çfarë ka në Maqedoninë e sotme? Shiko sa le, çfarë ka në Maqedoninë sot? Manastiri, Or, ka Ilir, thotë ai. Manastiri dhe Or me Ilir. Historikisht. Maqedonia lindore, me të gjithë Maqedoninë pirinase, janë thrak, thotë ai. Lindja e Maqedonisë, thrak. Edhe bulgar, thrak. Maqedonia e Veriut, Shkupi, pjesa më e madhe e tij janë Dardan, Shkupi Dardan, ku janë gjetur dhe plakat, edhe këto arkivolet apo. Dhe lumi Vardar, lumi Bardar, i Bard. Vardar, i Bard. Për se ne kemi lumen i Bard i Zimove. Po, drini Bard, drini Zim. Direkt Bardar. Pra, ja e vërtet e një ish kryeministri që keni pasur juve. Vazhdo, të lutem, mos keni ndonjë tjetër? Kjo është më forta. Profesori dashur, në ndjek? Po. Po, shikoj. Unifikimi i shteteve, për shembull. Edhe shikoj si thuhet, Macedonia, Albania, pra në një anë janë emërtimet e, për shembull, Peloponezi, që është more. Janë sinonimet e krajinave, e zonave, ja e kape. Shikoj, Macedonia, pra vëllezër. Macedonia, Albania, vëllezër. Vim Sparta. Ka dhe një emër tjetër, Mifi Fratura, për shumë. Po kjo, Ilis, kur është bërë? Kush? Kjo dokument. Kjo dokument, e ka me, jate keme, Mylia Superior Bovja Dalmacia Odja, është libër, është libër, e asakoj, nga të mlejnë dhe studiusit e antikitetit. është libër, e shosi del. Memphis, Epifania, ose Berium, Ponis, ka trapezës. Pra, janë ja Thrakia, në atë kohë ishe bërë Romania, Thrakët ishe bërë Roman në atë kohë. Ose ja të kjerë Dakia, Balahia, pra i sinonime, ose emërtimet të mëmonshme që morë, po Macedonia ishe, ja dhe ushtari i Aleksandrit. Shikoni stemën e djelit të trupi i shtarëve të Aleksandrit, shikoni Aleksandri ndoshta se është me ato vetë Aleksandri, po përkrenare njësoj si i lirë. Me brirat, ja ku janë të brirat. Shikoni, bravo. Vetë Aleksandri. Shikoni bririn që e mbante Zeusi, e mbante Akili, Aleksandri Math, Piro e Pirit dhe Gjergj Kasioti. Në këtë brirë, që erë briri Bodekut, briri që usheu Zeusi dhe kemi thënë ka që... Skënderbeu mbante dhe emrin e këtë, dhe emrin dhe brirat. Shiko, atëre, ku është Aleksandri i Greqis apo i Macedonis? Ku është? Ja ku e ke, që mund mbure edhe mund të themi, ju keni lanë 1, 2, 3, ato që përmendëm, apo 20. Me lejo dhe 10 sekonda inderuar zoti Buri, mund të mbureni edhe me një diçka tjetër, që një pjesë e ushtarëve të Aleksandrit të Madh, që kanë ngelur andej nga India, që flasin shqip dhe sot e kësaj dite, pra thonë jemi ushtar, mbetje nga ushtarët e Aleksandrit të Madh, flasin shqip, i thonë knezit knojs, është ai që knon, i thonë kulluesit kullus, e sa, këto më kujtuan tani, e sa fjalë flasin shqip, tamam, këndojnë shqip, vishen shqip, kanë pamjen, pavarësisht që janë martuar më vonë me ata, po janë, kanë qenë të vendi Hundës, se ishte një si Hundës atje, po dhe emri Kala, për mua është Kala, sepse kam bë Kala atje. Po, e vërtet fare, jo për mua, po është vërtet Kalash.
Të gjitha rrugët të çojnë në Rom, thanë ata, të gjitha shtigjet këtu të çojnë te gjua shqipe, te gjua pellazgjike e nderuar, që nuk e di për ta mbyllur, zoti profesor, për ta mbyllur, çfarë u arrit nga ajo protesta për gjuhën shqipe për atë provimin e famshëm që donin t'ju amohonin të dhënurit në gjuhën shqipe.